Dafina Brokaj, një ndër personalitetet e arsimit shqiptar dhe ati vlonjat, është nderuar me titullin më të lartë mirënjohje e Bashkisë së Skraparit në 5 vjetorin e ndarjes nga jeta. Si bie Skraparit, ajo është vlerësuar për kontributin që ka dhënë në arsim, si mësuese, në fushën e pedagogjisë dhe mësimdhënies, nivelit të lartë profesional, dimensionit të spikatur qytetar dhe human, që demonstroi gjatë karrierës së saj në edukimin e brezave. Mësuese dhe pedagoge që kudo dhe në çdo kohë punoi me përkushtim, pasion dhe dashuri, duke reflektuar kulturë, mirësi dhe qytetari për të shndruar në një model frymëzimi për brezat me të cilët punoi dhe bashkëkohësit e saj. Morën pjesë në ceremoninë organizuar me këtë rast kryetari i Bashkisë së Skraparit, Adriatik Mema, por edhe personalitete të njohura, familjar të saj, ashtu si kundër edhe ish deputetët Dashamir Tahiri, Kreshnik Çipi dhe të tjerë personalitete. Ata vlerësuan kontributin që ka dhënë Dafina Brokaj në arsim. E kishim fiksuar që të fillon një ambient për arsimin në Shqipëri, në qytetin e Vlorës, që ishte pak ndryshe nga të tjerët. Dhe ishim në unison, unë nga vitet e kaluara se pas atyre do vini të tjerë miqë dhe shokë të mi, të cilët më sillnin gjithmonë në mendje zysh Dafinën për lëndët e matematikës në mënyrë të veçantë. Krijimi i afërsisë, i njësisë ngushtë, i me shoqe për kameratë dhe punet, e definuam që patjetër do të hapnim shkollën, dhe kishim një mundësi, gjetëm ambientin ku ne do të hapnim shkollën. Nuk diskutojmë më emrin se kush do ta drejtonte atë shkollë, por vallë do të mundnin ta përishnin dot Dafinën, ta bëjnë për vete dhe se tashmë kishim një Desh të bëja një hyrje të tillë për të futur paksa në një mënyrë në kontekstin e këtij eventi, por edhe për të thënë që ka një lidhje me çka përmenda më sipër dhe asaj pse jemi ndërtuar sot. Jam pafundësisht falënderues që u bë pjesë e kësaj ceremonie, duke i dhënë asaj më shumë kuptim dhe seriozitet. Pavarësisht njohjeve apo raporteve të punës, që shumë në të sallë kanë pasur me zonjën Dafina Brokaj. Një model i jashtëzakonshëm, dhe jo thjesht modeli i jashtëzakonshëm mundoja të bëhesha mësuese. Unë vetë isha bie një mësuesi matematike, që pastaj rrethanat më bën që të gjeja gjitha lidhjet, dhe aty mora vesh që Imat, mësues matematike, bashkë me mamin tim dhe kishin qenë dhe student bashkë, pas kishin qenë shumë miqë në mësuesit Dafinë. Më pas jeta rolli që ne u bëm kolege bashkë në Universitetin e Vlorës. Po jam e sigurt edhe të gjithëve ju, ishte unike edhe pa krahasur. Përpos ndjenjes së respektit, adhurimit për personalitetin e saj të ngritur. Me mjaft emocione, bashkëshorti Dafina Brokajt, Petrit Brokaj, u shpreh lumtur në lidhje me vlerësimin e bashkëshortes së tij pas vdekjes, ndërsa falenderoi Bashkinë e Skraparit. Kjo është një ditë e veçantë për mua, shumë e gëzuar, edhe shumë emocionuese. Dhe mund të them se Petri Dervishi dhe Skënderi na bën të papritur këtë gjë. Faleminderit shumë me radhë. Ishtë nxënëses, si shkëqyer Vilma Berës, e cila ato që ta pasi Dafina nuk ishte, ajo i ndjente edhe kur ishte gjallë. Faleminderit shumë Kreshnik Çipi dhe Eva, për ato kujtime aq të harmuara me cilat iku Dafina për juve. Faleminderit Alma, se i skërballesh me cilën të punove. Faleminderit Dash Tahiri, djali i shprison. Shumë faleminderit gjithë juve që më kanë mësuar. Referuesit në këtë aktivitet vlerësuan rolin dhe kontributin që Dafina Brokaj ka dhënë për arsimin, ndërsa vlerësohet në 5 vjetorin e ndarjes nga jeta dhe në prag të 7 dhe 8 marsit.